Pa humbur kohë, vazhdojmë që të përgatisim brumin e baklavas. Ju lutem, bëni kujdes. Gjithmonë kur përgatitni brum baklavaje, gjitha produktet që do t'i përdorni për përgatitjen e brumit duhet t'i keni paraprakisht në ambient dhome, më spaku për 2 deri në 3 orë. Asnjëherë mos i përdorni direkt nga frigoriferi. Për ta formuar brumin e kësaj baklavaje, sot do të përdorim 4 dverdhat e vezës. Vazhdojmë dverdhat e vezës, i shtojmë një herë njën më të thellë. Si shtojmë dverdhat e vezës, tek brumi do të shtojmë edhe një vezë të plotë. Pra në total po përdorim 5 vezë, 4 dverdha dhe një vezë të plotë. Mon kur përgatisim brum baklavaje, vezët duhet që të përzijim një herë mirë, para se të vazhdojmë që të shtojmë produktet e tjera. Vazhdojmë tani që të shtojmë përbërësit e tjerë tek brumi. Fillimisht do ta shtojmë qumshtin. Unë qumësht po përdor 1 gotë çaj. Gota e çajit që po e përdor unë është 120 ml. E shtojmë qumshtin, vazhdojmë brenda të shtojmë edhe kosin. Në këtë baklava do t'i përdorim të dyjat, edhe qumshtin edhe kosin. Njëjtë edhe kosi është në të njëjtën sasi. Madhësia e gotës është e njëjtë, pra 1 gotë çaj, 120 ml të mbushur me kos. Unë recetën e kam kështu nga nëna ime dhe kështu e bëjmë batjen gjithmonë. Tani pas kosit vjen edhe vaj, njëjtë edhe vaj në të njëjtën sasi, 1 gotë çaj, 120 ml. Përsëri, vazhdojmë që të përzijim gjitha një herë, na bëjmë bashkë gjitha produktet, na lidhen dhe pastaj vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Tani vazhdojmë që ta shtojmë miellin dhe gjithmonë kur e shtojmë miellin, e shtojmë me kujdes, pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Treguar disa herë pse duhet bëni kështu, sepse sasia e miellit gjithmonë ndryshon. Ndryshon nga marka e miellit që po e përdorni, ndryshon nga madhësia e vezës, nga madhësia e gotës. Prandaj duhet bëni kujdes. Pasi e shtojmë miellin, vazhdojmë që brenda të shtojmë pluhur për pjekje, por do të shtojmë vetëm një lugë të mesme. Pra një lugë prej ëmbëlsirave me pluhur për pjekje. Të shtojmë edhe pak kryp, shumë pak, me majet lugës kryp. Dhe tani fillon përzierja e brumit. Unë preferoj që brumin direkt filloj dhe ta përzijej me dorë. Në këtë mënyrë më duket që e kontrolloj më mirë. Vazhdojmë tani kështu, duke përzier njerë, duke shtypur në këtë mënyrë me dorë brumin, derisa të shohim që na është formuar një brum i mirë, i butë dhe elastik. Brumi baklavas nuk guxon të mbetet asnjëherë i fortë, sepse nuk do të lëshon dhe nuk do të hapen mirë petët. Andaj bëjmë kujdes me miellin dhe e shtojmë sipas nevojës. Krahasisht dikon do të keni nevojë për 700 gram deri në 800 gram miell për ta formuar brumin e kësaj baklavaje. Vazhdojmë tani kështu, duke përzier deri sa të na formohet një brum i mirë dhe është i butë, pra brumi nuk është tamam, duhet t'i shtojmë edhe pak miell, por do ta shtojmë tani gradualisht duke e përzier. Brumin e kemi gati, e kam gjishur mirë për disa minuta, derisa është formuar një brum kështu mesatarisht i butë. Kështu duhet të jetë brumi i baklavas. Mua në total mu deshën 720 gram miell për ta formuar brumin e kësaj baklavaje. Dhe tani lejojmë që brumi i baklavas të pushoj, dikon parafërsisht 20 minuta para se të vazhdojmë të ta punojmë. Gjithmonë duhet lejoni dhe të pritni pak për brumin. Mos vazhdoni që të hapni me njëherë, sepse nuk do të hapen petet. Dhe pasi ka pushuar brumi për 20 minuta, vazhdojmë tani që ta ndojmë në pjesë më të vogla. Tani brumin e marrim në tavolinën e punës dhe fillimisht do ta ndojmë në 2 pjesë të barabarta. Tani, pasi e kemi ndarë në 2 pjesë të barabarta, nga njëra pjesë do të largojmë 30 kuleç më të vegjël, njëjtë edhe 30 nga pjesa tjetër dhe në total do të largojmë 60 kuleç për brumin e kësaj baklavaje. Vazhdojmë që të limojmë pak në pëllëm të duarve kuleçt, që të na bëhen më të rrumbullakosura dhe po e vreni madhësinë e kulaqit. Një kulaç është sa një kokër are. Dhe pasi i bëjmë në formë rumbullake që të 60 kuleçt, tani do të vazhdojmë me hapjen. Do të kemi nevojë për një shiste. Një shisten e mbajmë këtu anësh,
Vazhdojmë një herë që t'i hapim petat e vogla. Mos harroni që t'i merrni kuleçt e parë, cilat i keni përgatit, t'i rrotulloni mirë në një shiste. Do të vazhdoni që t'i hapni një herë, por një herë do t'i bëjmë të vogla, sa një pjatë për ëmbëlsira. Edhe kuleçt i kemi shumë të vegjël, që t'na bëhen sa më të holla fletat e baklavas. Duhet që t'i hapim pak me këtë madhësi. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë një herë e bëjmë hapjen e të gjithë 60 kuleçve. Gjitha kuleçt i kam renditur kështu në një tepsi më të madhe dhe i kam renditur gati nga 5 kuleç njëra mbi tjetrën, që tani ta kemi më të lehtë për t'i hapur. Por para se të vazhdojmë që t'i hapim, lejojmë që të pushojmë kuleçt edhe për 10 deri në 15 minuta tjera. Pasi kanë pushuar kuleçt edhe dikon 10 minuta tjera, i marrim pjesët e para cilat i kemi përgatit dhe në total do të marrim 5 copë. Pra ashtu ne bërë edhe renditja, tani vetëm do t'i kapim nga 5. Do të kemi nevojë përsëri edhe për më tepër një shiste, sepse tani duhet që t'i hapim petat. Shtrojmë një herë poshtë brumit në shiste, qoshet e brumit gjithmonë i shtypim me duar, që t'na ngjiten, përsëri shtojmë edhe pak një shiste dhe vazhdojmë me hapjen. Tani për të hapur baklavan, do të përdorim shkopin, cilin tani vazhdojmë me hapjen e petve. Një herë do t'i shtypim mirë kështu pjesët e qosheve. Sa mirë hapet vetëm me një të shtyr, kjo do të thotë se brumi i baklavas ka pushuar mirë, është tamam i butë dhe petët e baklavas do të na hapen lehtë dhe shpejt. Pasi e hapim kështu për disa herë baklavan, tani vazhdojmë që ta hollojmë. Për të gjithë ju që nuk keni hapur asnjëherë baklava, sot do t'ju demonstroj mënyrën më të lehtë dhe më të shpejtë. Mos keni frikë që ta provoni. Do ta mbështjellni deri këtu. Një pjesë do ta lini kështu të hapur. Tani me këtë pjesën e duarve, me pëllëmbën e duarve, lehtë nga brenda jashtë. Do të vazhdoni kështu që ta hapni petën, do ta dalloni në duar që peta po rritet. Troni përsëri një shiste kur ta vrini që po i ngjitet peta për shkupi. Tani do ta mbështjellni nga ana tjetër. Ashtu siç bëm herën e parë. Në këtë mënyrë deri këtu dhe vazhdojmë njëjtë nga brenda jashtë. Vazhdojmë kështu derisa të na hapet peta në madhësinë e dëshiruar. E peta është hapur në mënyrë perfekte dhe po e vrini sa e madhe që është bërë. Se kuleçt ishin aq të vegjël, pra mund ta vrini madhësinë e petës që e kemi fituar. Ne do ta marrim tepsinë ku do ta pjekim baklavan dhe do ta bëjmë matjen. E vendosim këtu te peta e baklavas. Por edhe këto pjesët e mbetura do të vazhdojmë t'i shtojmë në tepsi. Do t'i ndajmë dhe do t'i rendisim. Pra asgjë nuk do të hedhim, gjithçka do të përdorim. Dhe tani që kemi arritur në gjysmë të baklavas, vazhdojmë që t'i shtojmë arat. Unë po përdor në total 400 gram ara, cilat i kam coptuar imët. Vazhdojmë tani që ta mbushim baklavan me ara. Unë shtoj vetëm një rand në mes, preferoj që ta bëj kështu në mënyrën klasike të vjetër vetëm me një rand ara, por ju mund ta bëni edhe me 2 rinde nëse keni dëshirë. Tani po e vendosim petën e fundit, pra që të 60 kuleçt i kemi hapur nga 5, pastaj i kemi ndarë edhe pjesët anësore, kemi shtuar brenda ashtu renda, edhe tani më baklavaja nuk është me 60 petë, por është mbi 100 petë. Tani do të vazhdojmë me prerjen e baklavës. Prerjen do ta bëjmë në mënyrën klasike, në formë të lules. Ju mund ta preni ashtu siç keni dëshirë ju, por unë edhe këtë herë do ta bëj formën klasike.
Vazhdojmë një rëndojmë kështu në 4 anë. Pasi e kemi frerë në formë të lules, tani vazhdojmë me marrim gjalpin. Por ju lutem pastroni gjalpin mirë nga dhallti që del sipër, nga ato pjesë të bardha, sepse ato nuk në nevojiten në baklava. Do të digjen gjatë pjekjes dhe do të mbesin si fluska pastaj zeza mbi baklavan. Për atë arsye, pastroni mirë gjalpin. Në total, unë po përdor 500 gram gjalp të shkrirë. Në baklava preferoj që ta përdor gjalpin. Unë zakonisht përdor gjalp. Në çdo gatim, vetëm kur e kërkon recita, atëherë e përdori vajin, por baklavaja merr një shije komplet tjetër nëse e përgatitni me gjalp. Ju lutem asnjëherë mos e bëni me vaj, sepse do t'ju shkoj poshtë baklavaja, nuk do të mund që ta hani, do të qulloset shumë shpejt, ndërsa baklavaja nuk duhet që të na mbetet e qullosur, por duhet na mbetet krokante. Dhe sekreti që të mbetet krokante baklavaja është tek gjalpi. Dhe tani që e kemi mbuluar me gjalp, vazhdojmë që ta pjekim. Baklavan duhet ta pjekim dal nga dal. Fura është e parangrohur në 180 gradë, ka dikun 20 minuta që e kam parangrohur mirë. Do ta fusim njerë baklavan në 180 gradë. Do të lejojmë që qëndrojmë brenda në 180 gradë për 1 orë. Pas 1 ore, do të ndalojmë në 150 gradë dhe do të vazhdojmë ashtu duke kontrolluar baklavan edhe 1 orë tjetër, derisa të shohim që është pjekur mirë dhe na ka marrë një ngjyrë të kuqremt. Ndërkohë që baklava pjeket, ne vazhdojmë dhe bëjmë gati shërbetin. Për këtë tepsi të baklavas, do të kemi nevojë për 1 kg e gjys sheqer njerë. Ne shtojmë të parën sheqerin. Edhe ujë, kemi shtuar 1 litër e gjys me ujë. Pra 1 kg e gjys sheqer, 1 litër e gjys ujë. Gjithmonë, para se ta vendosim në zierje shërbetin, është mirë që ta përzejmë mirë, që sheqeri të tretet mirë tek uji, të shkrihet. Në këtë mënyrë e ruajmë ngjyrën e bukur të shërbetit. Dhe për të gjithë ju që do ta përgatitni baklavan, por nuk do ta shtoni shërbetin, baklavaja e pjekur pa shërbet qëndron deri në 1 muaj pa u dëmtuar. Pra mund ta ruani lirisht dhe shërbetin t'ia shtoni në momentin që ju nevojitet baklava. Vazhdojmë, i shtojmë edhe 2 fletë limon dhe vendosim shërbetin në zierje. Nga momenti që shërbeti do të fillon të vlon dhe zjarin do ta mbajmë në mesatare, do të lejoni që të zihet shërbeti për 10 minuta. Dhe pas 2 ore gjysë në furrë, pra 1 orë në 180 gradë, 1 orë në 150 gradë, dhe pastaj ndalova tërë zjarin dhe e lash brenda edhe 30 minuta tjera, derisa baklavaja është mbledhur kështu, pra është larguar pjesa e qosheve nga tepsia, do të thotë se baklavan e kemi gati, është e pjekur. Tani lejojmë që baklava të ftofet pak. Edhe shërbeti është gati, është duke u ftofur, sepse në këtë recetë të baklavas që të dyja duhet janë të vakta. Pasi shumica nga ju më keni pyetur se si ta ruani baklavan pa ja shtuar shërbetin për disa ditë. Baklavaja e pjekur mund të ruhet kështu pa ngrirje në ambient dhome ose në një balkon, në një podrum e mbuluar mirë me një qese deri në 1 muaj pa shërbet. Pra ju lirisht mund ta pjekni dhe ta ruani deri në 1 muaj dhe ta shtoni shërbetin në momentin që ju nevojitet baklavaja, por atëherë duhet të veproni pak më ndryshe me shërbetin. Atëherë kur baklavaja është e ftoftë, shërbetin duhet që ta shtoni më të nxehtë. Por në këtë rast si sot, kur do t'ja shtojmë shërbetin më njëherë, duhet që t'jenë të dyja të vakta. Dhe të dashur miq, tani shërbetin e vakët e shtojmë sipër baklavas së vakët. Dhe tani baklavaja dal nga dal, do ta tërheq shërbetin brenda. Dhe tani gjithçka që duhet bëjmë është që të presim që baklavaja të pushojë në shërbet, ta tërheq shërbetin. Sa më gjatë pushon, aq më e mirë bëhet. Mënyra e përgatitur, baklava e përgatitur në këtë mënyrë do t'ju qëndrojë kështu 5 deri në 6 ditë. Shërbeti nuk do të bëhet sheqer, ju garantoj. Tani do të presim që të ftofet, ta thyth shërbetin
se do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër.